يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I kabul këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pron fillum të flas diçka lidhje me shenjat apo parashenjat e Kiametit dhe tham se shenjat e Kiametit ndahen në dy grupe, shenjat e vogla dhe të mëdha. E pron folëm për disa shenja të vogla, edhe sot inshallah do të vazhdojmë të flasim për shenjat e vogla të Kiametit. Një prej tyre është shfaqja e shumë profetëve të rrejmë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se para Kiametit do të shfaqen shumë profetë të rrejshëm. Me një hadith të cilin e transmeton Abu Dawudi, Tirmidhiu dhe Ibn Hibani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sayakunu fi ummati kadhabun 30, kulluhum yaz'um annahu an-nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Thot do të ketë në ummetin tim pejgamber apo rrenacaka, të cilët pretendojnë se janë pejgamber. Dikon 30 do të jenë prej tyre. Disa hadithe pejgamberi Islam e përmend numrin 30, disa hadithe përmend afër 30-ve janë. Thot kulluhum yaz'um annahu nabi, të gjithë pretendojnë se janë pejgamber. Thot ana khatamun nabiyyin, thot unë jam vula pejgamberve, la nabiyya ba'di, nuk ka pejgamber mas meje. Pra mbas kësajna që thot pejgamberi alayhis salam dhe fjalët e tij janë të vërteta, që në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë filluar disa të pretendojnë pejgamberllokun. Një prej tyre është Musailime Kadhab, I cili në kohën e pejgamberit alayhis salam ka pretenduar se është pejgamber. Ka pas prej tyre me një hadith transmetuar se gra ka pas që ka pretenduar se janë pejgamber. Katër gra kanë pretenduar se janë pejgamber. E kështu me radhë, pra numri parafërsisht do të jetë 30 që pretendojnë se janë pejgamber. Në tjetër hadith që transmeton Imam Ahmedi dhe Tabaraniu, thot pejgamberi alayhis salam: "Wala taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadhaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal." Thot nuk do të bëhet Kiameti derisa të dalin apo 30 rënaveca, të cilët pretendojnë se janë pejgamber. I fund prej tyre është Dajjalli. Al-a'war ad-dajjal, Dajjalli. Pra në disa transmetime thot afër 30 gënjeshtar, në disa thot 30. Pra dhe këto fjalë pejgamberit alayhis salam, si tham, janë të vërtetë dhe kanë dalë. Kanë pretenduar njerëz pejgamberllokun. Po pejgamberi alayhis salam edhe Allahu në Kur'an thot khatamun nabiyina, është vula pejgamberëve. Nuk ka pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por këto janë shenja prej shenjave të Kiametit. Pastaj prej shenjave të vogla të Kiametit është përhapja pasurisë dhe shpërndarja e saj në mënyrë të padrejtë. Pra pasuria do të jetë e shumt, njerëz do të kenë shumë pasuri, por do të shpërndahet padrejtisht dhe do të bëjnë harxime të panevojshme për luksus, për jetë mirë të kësaj bote, duke mos e shpenzuar pasurinë e tij në rrugt të Allahut, aty ku e japin për ta siguruar për botën e ardhshme me gjetë në librën e tyre, pra ja shpenzojnë pasurinë padrejtisht në harame, në kënaqësi të kësaj bote dhe nuk e japin aty ku është razia Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej shenjat e Kiametit është taqarubu zaman. Koha shkurtohet, duket shumë e shkurt. Saqë viti duket si një muaj, muaji si një javë, java si një ditë, dita si një çast. Shumë e shkurt, si një orë. Edhe na kemi të përjetuar që Ramazani u kri gati. Por na duket si një javë pas Ramazanit, ama gati po bën një muaj, 3 javë banë. E sa qira koha po kalojnë, nuk kanë vetëm Ramazani, po kalojnë koha kështu, por gjithsesi ato kalojnë shpejt. E kanë prej shenja të Kiametit, pra shkurtimi I kohës. Pse se njerëzit janë shumë të zënë me dunjon, e për këtë koha kalon shpejt dhe nuk e hetojnë as pak. Sa që ajo koha është, në kohën kur a kriju këtë dunjo, Allah xhaleshan Kur'an thot, për krijimit të dunjos që kemi kriju, thot muajt e vit janë 12. Hala janë 12 muaj.
Hala java i ka 7 ditë, e dita 24 orë. Po si po kalon shpejt, se jemi të zënë me sejnë të vogla, me sejnë pavlerë, me sejnë të dunjas jemi të zënë, e për këtë nuk e hetojmë kohën. A kur je i zënë me punë të mëdhoja, kur je i zënë me punë me vlerë, ka edhe koha bereqet, edhe puna ka bereqet, pasuria ka bereqet, edhe koha duket e gallë, për një kohë shumë shkurt ban punë të mëdhoja. E prej shenjat e kiametit të cilën jemi të e përjetuar, që më herët ka fillu kjo, pra shkurtimi i kohës apo kalimi i kohës shumë shpejt. Prej shenjat e kiametit është edhe el-kasiyatul ariyat, për disa gra thot pejgamberi alayhis salam, thotë janë disa gra, nuk do të mund kiameti përderisa të dalin do gra të veshura dhe të zhveshura. Në të njëjtën kohë të veshura të zhveshura. Po si të veshura të zhveshura në njëjtën kohë, njëri ose është i veshur ose i zhveshur. Sipas atyre janë të veshura, në realitet janë të zhveshura. Po ato thujnë jemi të zhveshash, të veshash, çfarë problemi ke? Po disa që thujnë, pse është të keq që kam, çka po duket, më vodan çështone. A me Islam është e zhveshur ajo. 80-90% e avretit është e zbuluar. Domethënë si me qenë e zhveshur. E prej shenjat kiamet, këtë e shohmë na, edhe prom tham. Si t'ja filloj shtëpi në shtëpi, e në koj shien më halle, me rëng këto, katë këshirësh, shumica e grave të zhveshura. Jo komplet, por shumica e trupit e zhveshur. Imam Shafiu radiallahu anhu thot, atë akon i zgjut kur ka mësu, njëre ka lezu fashën dhe ka mësu për menç. Thot bërë do njerë fashën tjetër e kam shirë me diçka, mos i kësi ndë në jam ju nga tru fjalit, edhe ka lezu njerë e ka mësu për menç, pastaj ka dalë të fashën tjetër e kështu me radhë, e një ditë kur vend të mësu si vetë, me ndëgju mësimin, me a thonë mësimin që ka mësu, nise blokuot ka pak. I thot mësu si vetë, thot çka bon, thot a di puna jote, normal dim se je shumë i zgjut, thot ta rrugës një gruaje kaloi vetëm pak për një zogën e komës që kishte zbulu koma. Edhe pa hiri, a di, pa dash shkoj sinje edhe pashat pjesë trupit, thot ki kujdes, thot se dituria është dritë, e drita e Allahut nuk i jepet gjunaçarit. Çka ka pa, për një zogën e komës. E nëse shka shohim, alhamdulillah, dim hala al-Fatihan, dim adresët, dim shtëpinë ku e kemi, dim dosenet dhe bazat e Islamit. Alhamdulillah, dim hala që tonë. Inshallah nuk e humb me adresën tonë, mos e ditë më shkute shtëpia. Se çka shohim. Mos habitën për shembull nxënësit, studentët na për shkolla, na për fakultetet, na për universitetet që janë, pse s'po ja vrok dijen, pse s'po fitojnë shumë dije. Se dituria është dritë, e drita e Allahut nuk i jepet gjunaçarit. Por plot me gjunohe sin tan ditën, e kur të shikosh në haram, atëra kjo ndikon te mendja. E thonë që mendja si ka më mësu, si ka më majt mend senat. E mos na vjen çuditë ne na duket se e pabesueshme si kanë mu gjeneratët e para, 6 vjet, 7 vjet mësu Kur'anin për menç. 10 vjet ka mësu me mija hadithe. 10 vjet ka dhënë fetva apo dietar. Si kanë mësu ato? A sot me këshir, me krahasu me sot na duhet të mësu më shumë, se i kemi kushet më të mira, apo? E ki internetin, e ki librat, e ki gjitha kushën, shpeton e që atene, mund mu lidh, ku dësh në dënjo me një dietar, me një hoqë dhe live me mësu me ta. Pa hargju pare, pa bon kur gjo. Dhe më thot, kushët, mi këshina sot i kemi më të mira, po bereqet nuk kemi. Asë në ku, asë në pasuri, asë kur kënë s'kemi bereqet. Ato kanë pas bereqet, harame ka pas ma pak, s'po thujna se s'ka pas harame atëre. Ka pas edhe atëre harame njërës, kanë bon dhe zinoja, kanë pi alkohol, a më jo si sot. Jo si sot këtë ta këthej shkrin, ki me pa një haram, këthen gjatë anë të pi alkohol, e këthen shmajt, anë të bodë një haram që janë do një zinoa, diqka, e këthen krin të para, diqka qëtën anë të bo. Vejshin në stop të një rejnë, në muabetet kota, e këto ndikojnë në mendjen e njeriut në zemrën e besimtarit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej shenjat e kiametit është fushuut tijara, për hapja e tregtisë, me të madhe punohet me tregti. Edhe nuk ka ndaluar me punu me tregti, se Allah xhaleshan thotë wa halal Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ka leju shitblerjen e ka ndaluar kamatën. Shitblerja përderisa është brenda kufit islamit është e lejuar. Sa dëshman të tregti fiton miliona si dësh, nuk është ndaluar me Islam. Uthmani radiallahu anhu ka qenë një prej sahabëve më të pasër. Ka qenë një prej tregtarëve më të mëdhenj kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amo pasurinë e ka harxhu krejt në rrugt të Allahut. Pejgamberi alayhi salam ku tha një kush të përgatit, kemi nevojë me përgatit ushtrinë me 100 kalorës. Domethënë ushtar me kuaj, me deve, me armatime, me këtë çka ka nevojë një ushtar me atë devën e vet apo me kalin e vet. Kush ka mundësi minimum 100 deve, thotë unë pejgamberi Allah. Pastaj thotë pejgamberi alayhi salam kemi nevojë edhe për 100 qera.
Thot Uthmani, unë o pejgamberi Allah. Pra thot pejgamberi alayhis salam, kemi nevojë për një 100 qira. Thot Uthmani, unë o pejgamberi Allah. Thot Uthmani, mas sajna me bon, shka me bon, është i shpëtuar. Dhe me thonë, Uthmani radiallahu anhu ka qenë prej tregtarëve të mëdhej, edhe më shumë se një herë është i përgëzuar me xhennet. Në shumë raste pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar me xhennet, do të thonë të jetë xhennetli. Jo vetëm një herë, por në shumë raste i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot pejgamberi alayhis salam, inna bayna yaday sa'ati taslimul khassa, thot para kiametit do të ndodh që njerëzit të përshëndesin vetëm vetëm ata që i njohin. Një prej shenjave të kiametit, ku të hesh pa në mezhlis, këshiro kush nuk ka, marabasit që jaj mirë. E këto 20 shka as, po të mushin sinja, kur gjonës janë këta. Vetë ato shka i njohin veç me shokët e ngushtë, me ato përshëndetje të tjerë, nuk i përshëndet. Pra përshëndetje të veçanta, do të thonë vetëm me njerëz që njihen. Tha do fushuhet tijara, tregtia të përhapet me të madhe. Hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijara, thot, madje thot edhe gruaja do ta ndihmojë burrin e saj në tregti. Aq shumë se ka më përhap tregtia. Wa qat'u al-arham, lidhje farefisnore do të kaputen. Wa dhuhuru shahadati az-zur, dëshmia rreme do të shfaqet. Wa kitmanu shahadati al-haq, dhe dëshmia së vërtetës do të fshihet. Do të fshihet, thot, këto janë shenjat e kiametit. Ti kisë sot njerëz bën punë ka qatë me shku dikon me para, shkon dëshmon rrejshëm. Punë ka këto, do merr rrugë, merr parë veç me shku dikon, se është orator, ka goja, është i punon goja dhe shkon dëshmon rrejshëm. Edhe merr parë. Do të thonë për hapëshëm dëshmia rrejshëm, kurse dëshmia për të vërtetën do të fshihet tek njerëzit. Zot dëshmojnë shumë për të vërtetën. E nëse dëshmon ti për të vërtetën sot, ku në sotit na që jetojna, ku të dëshmojsh për të vërtetën, këtë morin në nati, hiquktina, shumë i drejt. Ta bon, ka një thënë, o filan, sos punot me drejtësi, leti shkej të pëdash punu me drejtësi, nisa punon drishë se që shtonë s'ta qëtë hesapi. Po do me ta qitë hesapin këtë dënjohë në dënjohë ma mirë. E vëllë ma mirë në dënjohë të ma qëtë hesapi se këtone. Se këtone kalimtare, dhe ti shka pëta qëtë hesapi, edhe mu shkas ma qëtë hesapi, kina mu largu prej kësaj botë, jemi misafir, jemi uthtar. Pra prej shenjat vogla të kiametit është përhapja tregtijës. Po ashtu prej shenjat vogla të kiametit është ittiba'u sanan al-umam al-madiya. Kjo është më të madhe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran shibra. Thot do të ndiqni gjurmët e atyre që ishin para jush, pëllon pas pëllonbe. Wa dhira'an bi dhira', dhe barril pas barrili, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Thot nëse ata do të hinin në një vrim hardhucit, të vrime hardhucit që janë shumë e vogël, thot nëse ato do të hinin aty, thot edhe ju do të hini pas tyre. Sahabët i thonë, kulna ja Rasulullah, than o pejgamberi Allah, to i dërguari Allah, el yahuda wan nasara, jahudit, çifutët dhe krishterët, thot pejgamberi alayhis salam femen. Kush tjetër? Pra do të ndjekni gjurmët e atinëve plan pas planbe. Do të thonë çdo hap, çdo lëvizje, çdo gjë, çdo mod, çdo ne i thotë do të ndjekni ato. Edhe kjo na më të madhe sot ato bon kjo. Shkona për vendet që i thonë vendi islam apo arabe, se dia ai në Evropë, perëndim, ai në vend islam apo jo islam. Të ndjek tjetër. Çdo sen ama diçka ku ka thonë pejgamberi alayhis salam plan pas planbe, do të thonë çdo sen na të ndjek gjurmët e tinëve. Në veshje, në haje, në pije, në gjumë, në neje, në rrugë, misafir, në për xhamia, në për as... Në këtë thënë më mundohë të modernizojmë islamin, më bon se ata tjerë. Islami nuk është i varfër. Islami është fe e pasër, e kemi Kur'an, e kemi sunetin, qërë do të me morë për neve, jo na me morë për qërëve. A më tash na i kanë impunu, kada ka dalë jo në për media, jo ke Facebook, jo Instagram, jo TikTok, jo Facebook, jo televizor, jo emisione, seriale, çmos. Pastaj ku bishofnë ato seriale, kada ka dalë për nisë fëmijat jonë, po bon sigur ato. Po filan artistin ama fotografinë atë 2 me di, a më ja lip një foto të babës së një gjon kërkon, apo të nanës, atë artistit po. Atit artistit, futballerit apo sportistit, ja din historinë kështonë në detalje, a di shkan detalje, e din se çka han, e din se çka pin, ja di edhe numrin e kundrat, patika se e man, e ku i ban pushimet, e ku pushon, kreqja di historinë, me vej dishka për pejgamberin alayhis salam, s'di kur gjon. Me vej dishka për Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, apo pejgamberët që janë kohën para pejgamberit alayhis salam, se nuk din. I thot vetes musliman. Pse se tu i ndjek të tjerë?
Do të thotë pllom mas pllome keni më ndjek të tjerë, thot pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo është e vërtetë, ashtu ndodh. Shkon delni muat atje në Brazil për shembull, në Australi, në Kanadë delni muat. Hala pa i bon 24 rrugë tash një fshat e në Kosovë, Maqni, ku ndikon mas fejll të dikon një fshat. Pa të praktikuar që e moda. Po pikave kur çat shpejt, ka dalë në të vi pak e Evropa atë të afru, ja. Mos ta morin qetën. Çdo sen që jena të panë në përbotjen atë mor, të e mirë e keq, çka jena të gjithë kepi mormi. Jena bon si nai kontinjer atë. Çka dalë na duhet mi mor. Vjen për shembull viti i ri, s'u dallon a musliman që është ka dalë. Nëse të më kanë dhënë natë e madhe, ku tash është mashallah. Havëll ka marrua mëlsina se nëse natë e madhe. Mas 3 ditë deni qetër fest edhe atje. Vina jo ashurët, ajde ashurët. Vina jo shka patën të gjera fjesa shka s'janë tonët, po i festoj. Krej, shka ka fjesa në të njoj festoj. Pse të ndjek tjerë, me na thonë dhe Evropian, o të i paditur. Wallahi billahi tallahi, ki Evropiani, ki Amerikani, ki perëndimit ka me të mërë të ti njërë si pavlirë. Pse? Thotë këshirima ki, i thot vetë musliman, a për hatër tërë i ndryshon se inët. I feston fjestën të ime, i ban traditët tona, për hatër tërë në të bon. A disa i vogël bon sirin e atina. Edhe mos mendo se ka me dashta, e ka me bashkëpunu me ti. Se thot ki këndron fejnë e vetë për një fjestë, për një interes, ki nejse pala shka mban mu shar dredhia. Dhe me thote, as të zotë e mirë, as të këto i mirë. As me islam mirë, as me këto jo muslimat i mirë. Maj qëndrimin tanë, majat bindjen tonë, jam musliman, alhamdulillah, nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam, thot Omej radiallahu anhu. Ne jemi një popull që Allah na ka ngrit, na ka krenu me islam. Sa do që të kërkojmë krenarit dikon tjetër, Allah ka me në nënçmu, me në vlerësu, pa vlerë këna me mej. Nëse me mundohme u krenu me diçka tjetër. Edhe peshofmi ku jemi sot. Të dashke ummeti Muhammed a.s. Shumica e musliman mu krenu me diçka tjetër, jashtë asaj islame, këshire ku jemi sot. Ka është dhe pak e përmeni hadith në pejgamberit a.s. me Thaubanin radiallahu anhu. Dhe me thonë, këna me kërkon heqna sot. Jemi sot ummeti apo populli ma i dopt jemi mbuat. Këtë bota janë kundra neve, pse? Se na kanë gjetë të dopt, ku të dopt? Se na kanë hinë zemër dashuria dënjas. Jemi dhonë ma shumë mas dënjas. Jemi të dhonë ma shumë mas knasive dënjas. Por islamin i shofmi në xhami tona, i shofmi festët tona, i shofmi mesdisët tona, sa kemi njerëz. Me një qytet banake janë 2.000, 3.000 musliman, në xhami ku të shivesh janë 3 musliman. Ato zerot shkun. Tash a nuk kupton kjo se këtë ato shka s'kan ardhur në xhami me praktikues islamin, a nuk kupton këto se këtë zero janë ato? Veç sa zero e kanë vlerën. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, thot keni mi ndiq rrugë gjurmët e tinve pllom mas pllome. Çdo sen që dali volpi atinve ki me pa shtëpitë tona. Çdo sen që del te gratë atinve duhesh me pa te gratë tona. Çdo sen që del te rinia atinve duhesh me pa ki me pa te rinia jon. Pse evropian? Kom t'i ka gjën katon dikom me lop, ama shpijen e traditët i ka evropian atje. Muslim islami nuk ka shqivarë, nuk jemi na fukara, në tradita, në vepra, në sjellje, në veshje gjitha këto, nuk jemi të varfër, s'kemi nevojë me morë piqerve. Ama ja për fat e keq, bota e ka rrit qëllimin e tyre që muslimanët, shumica e muslimanëve ti kthejnë ka veqja në modë, në sjellje, në gjithçka. Për shenja qira të vogla të kiamet është dhuhurul asafil, shfaqja e njerëzve të ulët dhe të poshtër, të pavlerë. Thot pejgamberi alayhis salam se yati ala nasi sanawatun khudaat. Thot do të vinë mbi njerëzit vite mashtruese. E çka ka në këto vite mashtruese? Thot në to yusaddaqu fiha al-kadhib. Gënjeshtari do të besohet. A jemi dakord, a ndodh kjo? Gënjeshtari më shumë i besohet sa. Sa më shumë rreje, më i besoshëm bëhen te njerëzit. Edhe vetë na dëshmojnë me gojën tonë, valla pa rrejna s'po shkon. Po duhet me rrejnë. Për dëshmon me gojën tonë, pa rrejna s'po shkon, po duhet me rrejnë te puna, po duhet me rrejnë prindin, po duhet me rrejnë gruaja, gruaja po duhet me rrejnë burrin, baba, fëmijën, shokët, kolegët e punës, po duhet me rrejnë se ndryshe s'po shkon. I thot pejgamberi alayhis salam ka më ardhur për njerëzit një kohë në atë kohë mashtrimet mëdha ka, saqë gënjeshtar do të besohet, ndërsa i sinqerti do të përgënjeshtrohet. Ai që i sinqert me fol drejt si beson kurkushi. Më shumë i besojnë gënjeshtës se të vërtetës. Tradhtari do të besohet, ndërsa i pabesueshmi do të quhet tradhtar. Pra tradhtar do të besohet,
Sa më shumë me tradhtu, më i miri të njerëzit. Në këtë kohën, që na jemi të jetuar çat kohë. Ndërsa i besueshmi do quhet tradhtar. Pse? Se shumica janë tradhtar, e ki besueshëm, shiktashish pikarshishno bën ki tradhtar. Sa shumica, pse ki pikam më i ditshëm ki, pse ki pika dunë këto 5 vjet të më të besueshëm, e kanë 200 tjerë më dal tradhtar. Jo, ti je tradhtar, se shumica e kanë mirë. E thot pejgamberi alayhis salam dhe në to do të flasin ruwaybidat. Ruwaybidah. I thonë pejgamberit alayhis salam, çfarë janë këto ruwaybidah? Thot një njeri pa vlerë që flet për çështjet e përgjithshme të njerëzve. Një njerëz ka vlerë hiç në rrethën e tij, ai quhet fol për sende të mëdha. Ai quhet tu pi çajin atë me ditë shkollë, ta drejton agjësirien, ta drejton Amerikën, ta drejton na popullin tan, politikën vjen tan ta drejton, aty me muhabete. Ai fol atë në emën krejt popullit. Quhet fol në emër të krejt musliman dikushin këtë vend, a vet nuk ka islamin kurrë hiç. Quhet fol për fetvat mëdha që a lidhjes ka me islamin. Quhet del televizor, analist e kujt diçka, shqiptar. Shkeni diçka në Google, shumë interesant. Me të habit, tha na duhet me anis me agjeru Shqip. Tha duhet, me lama të tradit për parë, duhet me anis na me agjeru Shqip. E ti thosh, o i pavlerë, o ti njëri ull pavlera, si agjeruat me Shqip, shka duhet me bo me agjeru Shqip? Më thash, nashta nuk duhet me ongë laknuret pasule këtë sejnë, ati? Shë i kena në hajtë shqiptare. Valla po kështon, në televizor duhet, tha njëri, tha duhet me anis na me agjeru Shqip. E populli këtë ndëgjon se den televizor të në emisione dhe është dikush aty, është i madh për taj popull. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, thot në atë kohë, këtë kohë si jemi na, pak më herët, ndoshta edhe më vonë hala, thot aty kanë me fol ruwaybidah, njerëzit që janë pa vlerë, që flasin për çështjet e përgjithshme të njerëzve. Ato mundon me drejtu dynjan. E kjo është pra për shenjat kiamet dhuhurul asafil, shfaqja e njerëzve të ulët dhe të poshtër. Po ashtu prej shenjat të vogla të kiametit është fesadul umma wa dhuhuri khutaba isu, prishja ummetit dhe shfaqja e këto khutaba usu, khutaba do të thotë çka folin, çka mbajnë fjalime ligjërata, e këto është fjala për hoxhallart. Thot prishja ummetit dhe shfaqja e hoxhallarëve të këqij. Sot për hoxhallok 90% hoxhallar. Këtë folin për islam, këtë kalltojnë hoxhallok. Ta ban piqen, hoxha, a ban kjo ti thotë, thotë ama hoxha kështombe? Po pikash kjo ama, ka dur kjo ama. Ti edhe piqen pe banë në fund hoxhës po i thotë, ama nuk kanë shton se e kam lexuar ndryshe, kam lexuar ashtu. E thot pejgamberi alayhis salam, transmetuar nga Zubejr ibn Adi thotë, etejna Anas ibn Malik, thotë erdhëm te Anas ibn Maliku. Fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj, thotë edhe u ankum taj se çka po na ban Hajjaji, Hajjaji ka një zullumtar i madh. Ai ka mbit me qinda me mija musliman. Ama kënë vetë muslimani ka thonë. Ai kë ka majt hit bën ditën e xhumë, ka hip në hitbe, edhe mashallah xhamia plot. E thot po shoh sot son disa koka të cilët duhet të ndahen nga trupi. Në thonë xhumoja ka nis. Çfarë zullumtari ma? E kanë ardhur thotë, kanë ardhur Enes ibn Malik, e janë anku për Hajjajin se çka po ju ndodh. E thot Enes ibn Malik, isbiru, duroni. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. Thot ban dorim sepse nuk do të vinë ndonjë kohë mbi ju vetëse ajo që vjen pasaj do të jetë më e keqe se më pashmja. Pa ju pi dukshëm e keqe, ama që ka marrë ka më kon më keqe se kjo juvja. Të na qita kohë që ka marrë ka më keqe se kjo që ka përpara. Thot derisa të ditën e gjykimit arrini atë shpërblimin e Allah subhanahu wa taala. Thotë kam dëgjuar këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, çdo kohë që do të vijë ka më kon më keq se ajo që ka kaluar. Ne jemi haso sa keq po na duket. Ku i duket keq, diku i duket mirë. Po ne që na duket keq. Sot ajo që ka marrë ka më kon më keq se e sodi. E këto janë shenjat kiametit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islami filloi si diçka e huaj. Dhe do të kthehet përsëri siç filloi, pra si i huaj. Prandaj të lumt të huajt, lumt për guraba i thotë të huajt. Ati thanë, kush janë të huajt o pejgamberi Allahut? Kush janë këto njerëz që po thotë lumt për ato? Thotë janë ata që përmirësojnë vetën dhe të tjerët kur njerëzit prishen. Do thoni pakicë e vol kanë me me.
Thot Islami ku erdhi ku ne pejgamberit alayhis salam, ka ardhi Islami banorët Mekës si duke diçka e huaj, ka ardhi diçka e re, çka kjo. Edhe sot na kuën tonë, sot ku të folesh ti për Islam, na urdh kështu thot, çka më të folke? Minar ta bën hala me ato tarave, hala me ato 1400 vjet përpara, hala me namaz, hala me abdes, hala çmila dur, hala çmu pasun WC, hala çme bonke. Të çka po dukën këto, apo do më nit palate ja. Sa na kanë akuzuar për larjen e dur, aty ku kallzojmë na donas shansë net mi lap dur para buke, mas buke, ku çosh për xhumit asaj. E ku në erë koronavirusi, na mësojshin ligjërata na moshin. Na thoshin përpara jo xhallart hala me dur, ta njerëz kanë inë në han. Tanë çfarë hanës vjen për poshtë na ka thonë duhet mi lat dur, para se mi në shtëpi, para se mi fol dikuj, mas ti fol dikuj, kujt diçka, ato bilet te prun mo. Mi dezinfektu dur të çka mos, apo na mësojshin mi lat dur. E në shkajnë të folë që sa vjetë. E pejgamberi alayhis salam thotë Islami ku ka si i huaj, thotë ka me arkua prap Islami ka me dur njerëz si i huaj. E sot jemi të jetuar çat ku, sot mu paraqit dikon si musliman ti si huaj me fol diçka për Islam, këtë këshillin si habitën, kush janë kë? Si më konaj krijes tjetër. E thotë pejgamberi alayhis salam thotë pastaj thotë el mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajrun shahid. Ai që kapet për sunnetin tim, domethënë rrugën time, besimin tim, fein tim, islamin, thotë kush kapën sunnetin tim në kohën e prishjes së ummetit tim, ka shpërblimin e një dëshmorit. Edhe shpërblimi i dëshmorit për me një dëshmorit. Dëshmori lufta që shkon lufton për Allah dhe vdes, thotë kush kapet për sunnetin tim, në rrugën time, traditën time, kur të prishet ummeti jam, thotë shpërblimin ai njeriu ka të një dëshmorit. Ka transmetime që thotë 100 dëshmorëve. Më thonë mos të mërzitëm na shëm kur jam mësojmë qirvi Islamin, kur ta mbrojmë Islamin ton, kur të folëm për Islamin ton, edhe dikush nëse na akuzon, ndoshta do një më i afër i familjes të akuzon, të nënçmon, të vlerëson, ti vazhdo rrugën tonë se jetë e përmisu aq që kanë prish njerëzit, e nëse e bën për Allah e kije shpërblimin e një dëshmorit. Pastaj pejgamberi alayhis salam një herë ishte i shtrit edhe si ka shtritu ul e tha wailun lil arab, thot mirë për arabët. Unë dalën sahabët këtë për këshillin. Çka ka me thon tash pejgamberi alayhis salam, se po thot wailun lil arab, mirë për arabët. Thot min sharrin qad iqtarab. Thot mirë për arabët nga e keqja që po ju afrohet atyre. Fitanan ka qita'il layl al-mudhlim, thot sprova të errta si copa të natës së zezë. Kur është e errtë nata. Thot që ashtu janë të jarë arabëve disa sprova. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Thot njeriu zgjohet mëngjes është besimtar, mbrëmja zën jo besimtar. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin min ad-dunya qalil. Thot ata do ta shejnë disa njerëz fenë e tyre për një çmim shumë të vogël, për një përfitim shumë të vogël të dunjos. Thot el mutamassiku yawma idhin bi dinihi kal qabidi ala al-jamri. Thot ai cili në çat kohë ka për dinin e më fejen, thot ta sigura që mat për gatën. Se ma gatën dorë, një moment shumë shkurt edhe gjuna, apo thot çashton kanë marrë njerëzit në Islam. Thot ka më pra një kohë arabin për 1400 vjet pejgamberi thot wailu lil arab, mirë për arabët që janë të jarë disa sprova të mëdha. Thot njeriu zgjohet mëngjes me bismillah musliman, kur kthehet mbrëmje a kthej kafir, jo musliman. Ose mbrëmje është musliman, mëngjes kur zgjohet kur dal për shtëpi del jo si jo musliman. Thot e shesin fejnë e tyre për përfitime të vogla, thot pejgamberi alayhis salam, bi'aradin min ad-dunya qalil, e për përfitime shumë të vogla. Thot e kush kapët atë ditë për fejnë, as sikur ai shka kapët për një gaz. Çfarë shkur ka me majt fejnë? E jemi në këtë kohë. Dikush të ndron fejnë e tij vetëm për letë, mi bën zletë diku në Evropë. Tjetri ndron fejnë e tij vetëm për me hi me bën një kontratë pune. Tjetri ndron fejnë vetëm për u martu me një gruaje. Tjetri ndron fejnë vetëm për ndonjë interes, për ndonjë biznes. Ndashta si ndron krejt fejnë komplet. Po shembull namazin, le se fal namazin se tash jam të jetuar në Zvicrave. Se agjon Ramazan jam të jetuar në Zvicran. Ama Zvicran kam të izven var. Edhe në fund, dhe ka qira hala, po shket funi dhe kjo është e rastishme për të cilin jemi të përjetuar. Thot pejgamberi alayhis salam për shenjat vogla kiamet është da'il umam ala ummati Muhammed, të gjithë popujt do të grumbullohen kundër ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë fejet, këtë popull që nuk janë musliman, këtë kanë mirëthu muslimanët. Thot pejgamberi alayhis salam i thot sahabiut të i Thaubanit. Dhe shikoni këto pejgamberi alayhis salam sa ka pas dietin për ummetin e vet.
Sikur ai baba kur e ka dietën për fëmijët e vet, kur të plakët, kur të vije më vdekja babës, i mbledh ato fëmijë thotë, "Shin e babas, keni kujdes, ç'ket bane, ç'ket mos e bane, runë familjen, marrni lidh." Atë këshilla i jap, se ju dhimbë fëmijët e tij. E pejgamberi alayhis salam i thotë Thaubanit një ditë, "Kaifa bika ya Thaubanu idha tada'at alaykum al-ummam." Thotë Thauban, thotë si do të jetë gjendja juaj kur popujt do të therrasin njëri tjetër kundër juve. Pra këtë kanë me bënë thirrën ato popujt e tjerë, krishterët, jahuditët, zjarpotisë, ateistët e kreto kanë mu mbledh bashk kundra juve. Thotë atë si kanë mu mbledh të ju, thotë sikur ju kur ulnin tavolinë rreth një tepsinje, aty me hongër bo. Çish u rrethoni këtë çështone? Thotë çashton kanë me ju rrethu popujt e tjerë. Thotë Thaubani, thotë o pejgamberi Allah, pse vë pa kemi më kona? Thotë që jeni shumë atë numër. Thaubani po menon se pa kemi numër, aty kemi më konë veç një 500.000 musliman. Pejgamberi alayhis salam tha, jo jeni numër shumë, që na sot jemi gati 2 miliardë, jemi gati 2 miliardë musliman. Ana një zonë së bën, krijen sonë çojna. Se çiki që për mi krije. E thot, e po pse o pejgamberi Allah? Thot pse atëre na bojnë kështone? Se pejgamberi alayhis salam thot, la antum yawmidhin kathir, thot ju aty keni shumë, walakin yulqa fi qulubikum al-wahan. Thot por aty do të zemrat e juaja do të hudhet al-wahan. I thot Thaubani, thot o pejgamberi Allah, çka është al-wahan? Thot hubbukum ad-dunya wa karahiyatukum al-qital. Thot dashuria e dunjos dhe urrejtja e vdekjes. Thot pse jeni ju shumë, pra jeni 2 miliardë, që sot jemi 2 miliardë gati musliman, jemi bolla me numër. Thot ama jo që e doni dunjon shumë, edhe urrejni vdekjen, por çka të bani të dopt. Edhe zoni ju njët. Zgudzon me fol kërkon. Para menoti sa shtete sot janë islam, për shembull, si Tanesha, Liban, Siri, Jordania, Marok, Ketone, Algjerie, Saudie, Yemen, dalin për 20 shtete janë arabe islame. Ku dish në ato Indonezia, ato ku dish ka India, se gati 2 miliardë musliman. Mos me guxu si ju me bo? Pse? Dashuria dunjos. Çish me prit shratijën. Kur e pyetën një dietar than, pse pe dojna dunjon e pe urrejna vdekjen? Tha sepse keni rregullu dunjon e keni prish ahiretin. E nefsi njeriut, njeriut nuk ka qef me shkupit e rregullumjet të e prishmja. A ka dëni njëri që ka shpinë e ka për merak luksus e ka shpinë, me dalë për ati me shku në kolibe me tu dikon. A pranon? S'pranon. Thotë kështën keni bo me dënjon dhe ahiretin. Dënjon e keni rregullu, për ahiretin s'keni bo kur gjon, e për qatë tash nuk ju shkuat për këto me shkut e tjetra. E pejgamberi alayhis salam kështën i tha Thaubani, tha që jini adit shumë numër, thotë, po në zemër keni al-wahan, çka është al-wahan? Është dashuria dënjos dhe urrejtja vdekjes. Që jo gjë mos ma për me vdekjen. Muslimanit, 2 mjetë mësa për me vdekjen. A Bilali, ku shken shratën e vdekjes, greve vetë, thëke, mje për mu e për Bilalin. Thëke, më thuj mje për mu e për Bilalin? Thëtë thuj, lumë për mu e për Bilalin. Gaden nelka hibbe Muhammeden wa sahbe, nëse takuj Muhammedin, a gjithë shukët e Muhammedin. Lekit dënjon, këtë kalimtarë, këtë dënjon të të mashtruse. E a i cilin është i ka për ahiretin, a i se ka gale për dënjon. Ati i vjen pasuria, shkon, i vjen për atë, shumë të shkan është e thjeshtë. A i cilin është i kapër për dënjon, vallahi billahi tallahi për 1 cent se i të qetë. Për 1 cent bërë kje përzën fëmijën për shpije. Për 1 cent, për 1 frank shën datë me gru, një se ka gajle. Pëse se është i kapër për dënjon. E këto pra ishën disa shenja të vogla të kiametit, të cilë jemi të i përjetu, që ishë më herët kanë fillu. Inshallah Allah Gjellëshan na i runë imanin ton, islamin ton, na bën të qëndrueshëm në këtë din deri kur ta dorëzojmë shpirtin, e kush e dorëzon shpirtin me iman, ai është fitimtari më i madh në dynjë dhe në ahiret. E kush e dorëzon shpirtin pa iman, e ka humb dynjën edhe ka humb ahiretin. Një hoxh në Siri para një 50 vjet kur e kanë pyet një dietar, ako mufti i Siris në atë kohë, kishin thonë o sheh, o hoxha thotë jemi në atë kohën që muslimani jemi në atë kohë për të cilin ka thonë pejgamberi alayhis salam se për ka prej muslimanëve që mëngjes gjorë musliman mbrëmje kur të arrijë mbrëmja del për islamin. Thotë jo, thotë që kohë ka kalu moti. Thotë ne jemi në kohën ka marrë një kohë njeriu për maj për islamin sikur maj për një gace. Para 5-6 vjet ka thonë ky hoxha. E më konë s'është kishë thonë. Inshallah Allah Gjellëshan na shpëton nga mashtrimet e dunjos dhe nga mashtrimet e shejtanit dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.